Lufta është shumë a shpëruar në Iran. Irani është shumë i fuqishëm. Irani s'ka bërë luftë deri më sot asnjëherë, e para herë që po bën në këtë shekull. Është armatimet i ka të gjitha, sepse naftën që shiste, ai e kthente në armatim. Malet e tij janë shumë të ashpra, çfarë nuk kanë në përmalet e Iranit. Izraeli është dëmtuar jashtëzakonisht e paparë në histori, dhe siç do vazhdoj. Irani nuk ka për të ndaluar luftën, e ka filluar seriozisht dhe do përfundoj seriozisht. Demi po kryhet. Çdo ditë bjen pallatet komplet. Ju llogariteni e një njeri me një pistolet mund të vrasë 2 veta, jo të bjen mislat të papara. Kompanitë e mëdha në Amerikë, ato bëjnë miliona e miliona dollar, duan luftë, që të bëjnë raketa, që të bëjnë bomba, të bëjnë çdo gjë, avionet të shpejt, pra duan luftë. Por aman që për hatër të atyre që bëjnë para, është një gabim i madh. Unë flas realitetin, si që thash, jam Amerikan, por jam me mira vjet shqiptar i këtij flamurit që kam këtu afër. Por, unë dua dhe këtë flamur, si që kam thënë të dy, janë flamurët e mi, dhe këto të dy flamurit do t'jenë e me shekujt e ashëm të Shqipërisë.